Ikim pak nga pjesa e Ramës dhe kalojmë pak më në brendësitë të Partisë Demokratike dhe të opozitës. Zoti Paloka, për të gjithë ata që mendojnë brenda jush flas për një largim të detyrueshëm në këto kushte të Berishës. Ju vazhdoni ti qëndroni opinionit tuaj që ne shumë herë kemi thënë dhe kemi diskutuar në këto studio për drejtimin e Partisë Demokratike nga zoti Berisha? Vetë ai e ka dhënë përgjigjen duke thënë që unë s'dorëzohem kurrë. Asu nuk dorëzohem kurrë. Patjetër për këtë pjesë, në çfarëdo vendimi që të marr unë personal në një moment caktuar, kjo është e sigurt që përballë Ramës do jem deri në fund. Si antar i thjesht apo sido që të jem në atë Çfarë do parti. thotë kjo? Asgjë. Mund të ketë Ka ndryshime nga një kjo? moment kur thash vendimet personale vërtet janë personale, por kur kanë dhe impakt më shumë se personal, sigurisht njeriu mendohet edhe diskuton, po e lem dalim ke zoti Berisha. Dakor, do dalim, po me që ma thatë këtë, gjithë kjo heshtje që patët, po tani edhe unë ngacmohem nga ndonjë përgjigje që jepni. Po, do t'i marrë gjitha. Po qëndrojmë pak këtu që mos më ikësh nga kjo. Ka ndonjë rimendim gjithë të kohë që ngele që ishte jashtë prononcimeve publike. Ka një reflektim, një mendim për ju vetë? Jo, atëherë që ta kemi të qartë. Thash, çdo vendim që unë mund të marr në të ardhmen, edhe një herë ta shpjegoj. Sigurisht marr vendimet e mia personale, jeta është e imja. Por në politik nuk ka vendime personale kur ka impakt këtë tjerët. Nesër unë mund për shembull mos hymë në asë kandidim, mund mos kem, po jo pse këtë e thonë ata që thonë duhet ikin këta, jo. Për arsyet mijat mund të arrinë me vendimet tjera. Atëre kjo bie ndeshme nuk dorëzohem kurrë? Jo, thash, nuk dorëzohesh është kur ti ikën punë tënde. Unë nuk do ikim punë time. Unë do jem aty përballë Ramës, thash, edhe sigurantari thjesht i Partisë Demokratike të jem, do jem përballë derisa ta shoh ti ndodhi ajo që ja kam thënë parlament, se s'po ta them këtu në studio ty. Derisa ta ndodhi ajo, aty do jem kur ti ndodhi. Po, unë dorëzohem, as bëhet fjalë. Çfarë ti ndodhi? Nuk do ta them, se më përjashtun 40 ditë për atë që thash parlament. Kështu që s'po ta them tu. Këtu nuk përjashtohesh. Për Sali Berishën. Po. Në të hym